Diku mesi i majit, 99-ës, kishim disa ushtarë të plagosur. Faktikisht 4 i kem pas, plagosur në rënd që u rrezikojshim në 7 me dek. Edhe në Karamushi duhet me njësta për Shqipëri. Përgjithësinë e mor Avdyli, komandanti batalionit 2 brigades 131, Avdyli Moshkolla, një djalë që ka thonë shumë për këtë. Në ushtarë tia e morë përsipër. Unë atë kohë isha përgjegjës për furnizim. Edhe I kisha një 4 ushtarë me veti që punajshin, I morë edhe ata me veti dhe u bashkanë që të më Avdylit. A konë dhe tem një kohë që ati 90 me 10 rezultati që 90% mu ishim u vra krejt. Konë rrezik I madhë dhe më thonë. Po I kishim ushtarët, I kishim shumë të rëndësishëm edhe ju rrezikoj ke jeta për miron këtu. U detyru mu nisë me ta. Jemi nisë prej Maznikit, kem kalu për mes Braliqit, Strelësit, disa fshatrave, ashtu kemi dalë veç me I bjeshk, ushqim s'kemi pas. Disa ushtarë kanë marrë sheqer me veti për fat. Unë në fshatin Braliq, I gjetëm do konzervat, theut, të shkive që ju kishin metë. Edhe I kapa I shtina në qantë. Jem koni farë mënyrë, një farë, s'po di, veç hajt le të qilojnë që aty. Fizikisht jem koni përgatitur shumë, jem koni gjendë në 20 km, mos mund halë kur konë. Kom pas kondicion, jem koni përgatitur mirë. Edhe I shtina do konserva ato, jem koni ku ka gjusë kila në ashta. I shtina në qantë 5 copa qasi. Kisha municionin, kisha armatimin. Unë nisëm dhe po vazhdojmë bjeshme. 4 plagosëm, kem pas edhe do të civil me vete, I morëm për mëna një mu. Kemi jetës teren shumë I keq, I thymë, në odash keme shkua dhe nej ka s'ka rrugë, ka s'kalohet, për punë mos bëron prita, me kalu sa marit që me I qu ata në destinacion, ku keshen edhe mu khyna prapa. Kur kemi shku në bjeshk të Milishevcit, jemi nëllë të një stanë. Po një farë bjeshke, thirët qëfer ljetojnë asaj farë pjese, qafa Milishevcit thirët edhe qëfer la është nëllë, aty shkijet këshin pas një bazë. Si mas këtë gjasave, na kemi dhe zjarën të ato stane, edhe kanë vrejt ata, si jemi spullu. Edhe na kanë montu një prit bashkë në kufi. Në atë natë kemi flejt aty, nesër kemi vazhdu, jemi në gjitë në Rëshkodal, është një farë pjesa që thirët huni ma gjupit të bjeshka belegu të nëllët, o koni mjegull shumë e madhe. Ishim ljudh, ishim dërmosa, s'ka, ato konserva, nuk e vetë kush ma është I theu, ta është, ta muslimana, katolika, qka është, I fshini hëngrën, do kukrat sheqerit që ato në mojshin, në forcojshin. Me sheqere ke kalu. Po, me që ta sheqer, që ashtu që, kur I me shku në atë pjesë, kom qenë me Avdylin për para, ka qenë femi dhe minë që I obris një djallë që atë djallë s'ka me harru korë. Qa që kesh e pa ta kryu një farë afërsije me ta, o konë humorist shumë I madhë, edhe o konë prej drënitë se patarët e na një muje së 2 për para, punojke në kozhinë, po kesh lidhë me atë djallë shumë. Nuretin Gërvalla ish me neve I ndirë tash edhe I karanat prit. Nuk kujtuat sakt, sa veta kemi qenë për para, që ishim për para, si para roje të kë Demalia, shkundim Demalia, se